Ushtria jonë është e furnizuar më shumë se kur, me arsenal ushtarak, sisteme të armatimeve nga më modernet, gjersa pritet që brenda 2 viteve të ndërtohet edhe fabrika e parë shtetërore për prodhimin e municioneve në Republikën e Kosovës. Ushtria e Kosovës me hapat shpejt po ecën drejt zhvillimit me kapacitetet plota si ushtri profesionale me përbërje multietnike. Ëndrrën e gjithë atyre që sakrifikuan për liri, sot po jetësoni ju rekrut të dashur. Ushtria e Kosovës e ngritur mbi sakrificën e dëshmorëve, në balë të cilëve është krye komandanti Adem Jashari e në një simbiozë perfekte, edhe me doktrinat e vendeve anëtare të NATO-s, ka rritur nivelet e një ushtrie profesionale të ndërveprueshme me ushtrit e vendeve partnere, gjersa bota po përballet me kërcënime nga më të ndryshmet, shteti ynë ka thelluar bashkëpunimin me aleatët e partnerët tonë strategjik. Përballë armikut e çfarë do kërcënimit paqes atë sigurisë, më nuk qëndron Kosova e dikurshme, por ushtria e Kosovës me shumë të ri e treja që si ju ballhapur bartën uniformën me simbolin e shqiponjës sy pa trembur në krah. Të përgatitur në aspektin profesional e logjistik, ushtarët tonë janë të pamposhtur e të pathyeshëm, kurse sovraniteti shtetëror i paprekshëm e integriteti territorial i pacënueshëm. Të cilët me përkushtim, guxim dhe disiplinë kanë përfunduar me sukses trajnimin bazik ushtarak. Përmes këtij trajnimi, ju keni dëshmuar vendosmërinë tuaj për të shërbyer vendit dhe qytetarëve të Kosovës, duke kontribuar në ruajtjen e paqes, sigurisë dhe integritetit tonë territorial. Ju tani jeni pjesë e një force moderne, profesionale dhe gjithnjë me të përgatitur për sfidat e kohës. Prej sot, ju mbani mbi supe, jo vetëm uniformën e forcës së sigurisë së Kosovës, por edhe besimin e një populli të tërë që pret nga ju profesionalizëm, etik dhe përkushtim. Është një ndjenjë shumë e mirë, jeta e ushtarit është një jetë ekstrem e mirë, edhe misioni është për me vazhduna për para, qëllimi që unë e kum apliku FSK është e kalumja dhe e sëria venit tim, për cilën që të uniformë që sot na e kena, shumë pjesor ma hershëm kanë dhejë shumë gjak që na me vesh edhe me kokrenor për këtë uniformë. Është një ndjenjë shumë e mirë me konë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës, për kontrazi kam kalu shumë mirë në servitin ushtarake bazë, për motivin edhe gjithçka që kanë jap instruktorët tonë, për mos më dorëzu deri tash. Shumë emocionuese, uroj sukses tije gjithë shokëve tina, inshallah kanë fatin, kanë shnetin, shërbejnë adhift. Unë jam veteran i luftës, babën e kam vranë të luftë, deshti Zoti, fati djali i kryti me sukses testet, e u pranua, uroj sukses.